Prokuroria Themelore Publike ka ngritur padi kundër drejtorit e Inspektoratit Qytetëror të Bujqësisë Vasan Akiev sepse dyshohet që ka marrë rishfet. Sipas aktakuzës, ai ka kërkuar drejt për drejt dhe ka marrë 100.000 euro për të kryer një veprim që nuk është dashur ta kryej. Sipas prokurorisë, drejtori i ka bërë presion një inspektori fitosanitar që të mos pranojë importin e plehrave artificial të një subjekti juridik në kufi dhe më pas për ta lejuar që ato mallra të importohet ka kërkuar rishfet. I akuzuari ka bërë presion për të mos miratuar importin e plehrave artificial ndaj një subjekti juridik që merrej me prodhimin dhe importin e tyre, edhe pse më parë kishte importuar këtë lloj mallrash disa herë, më pas ka ndikuar te një zyrtar, një inspektor fitosanitar në një pikë kufitare që të mos i miratoj hyrjen e këtyre mallrave, pas çka disa ditë është mbajtur në pikën kufitare. Më 13 mars 2026, i akuzuari në Sveti Nikol kërkoi drejt për drejt 100.000 euro për atë import, por edhe për importet e ardhshme të atyre mallrave, dhe kishte kërkuar që parat i paguheshin në 3 këste. Më pas, më 19 mars, pasi denoncuesi përmes një dëshmitari ja ka dhënë këstin e parë prej 50.000 eurosh, i akuzuari u privua nga liria gjatë marrjes së parave. Ndaj të dyshuarit, prokuroria ka kërkuar që të vazhdohet masa e paraburgimit.